Vllaznia e futbollit për femra luan ndeshjen e parë të fazës finale pikërisht përballë ekipit të Gramshit në transfer. Me tani në ekipet e Vllaznisë Nikolin Leka, profesor, erdhi momenti final. Si është gjendja e skuadrës? Po, përshëndetje Gac, normalisht erdhi ndeshja gjysmë finale, ndeshja parë me Gramshin, siç e dini edhe ju. Gjendja e skuadrës shumë e mirë, nuk kemi dëmtime, nuk kemi vajzat penalizuar nga kartonat. Se vitja ka shku shumë mirë, vajzat janë përgatituna, janë mobilizuar, që ta nxjerrim ndeshjen sa më mirë, që të vi me një rezultat shumë pozitiv, që ta kena ndoshta edhe më të thjeshtë ndeshjen e dytë në Shkodër. Ndeshja e fundit e kampionatit ishte pikërisht përballë Gramshit në rishitruesit të Shkodrës dhe fituat 2-0. Një test pozitiv për ju kjo ndeshje? Po, padiskutim që ishte test pozitiv, sepse na tregu me supermacin tonë. Vajzat, si që kam thënë në intervjistën e kaluar, vajzat kërruan në shumë raste, kërruan në shumë volum loje, dominuan ndeshjen në gjitha drejtimet, pavarësisht rezultatit 2-0 që mund të ishte edhe më i thellë. Por kjo ndryshon ndeshja, ndryshon nga që ja formati, është një ndeshje me eliminim, dhe por gjithsesi na jena të mobilizuar shumë, vajzat tash janë shumë të mobilizuar, kanë bërë një stëvitje jashtëzakonisht e mirë, janë shumë nga ana psikologjike janë shumë lart, që të nxjerrim ndeshjen sa më mirë, me rezultat pozitiv. Profesor, kemi theksuar edhe në intervistat e tjera, ju vjen keq se gjithë ajo diferencë e pikësh në kampionat pra si kryesues zerohen, ndryshe nga futbolli i rritur që përgjysmon pikët këtu zerohen. Dhe Gramshi që është shumë larg jush është i barabartë nesër me ju. Pa diskutim që na vjen keq sepse të përfundojnë kampionati i rregullt me 11 pikë diferencë me vendin e tretë që isha Gramshi, 8 pikë me Firin që në vendin e dytë. 15 pikë me Durrësin në vendin e katërt dhe të fillojmë edhe një herë, kësaj thënë me filluar edhe një herë një kampionat tjetër si përderisa të zerohen pikë dhe më thënë me fut lojë këto 3 skuadra edhe një herë. Por në fundit ky format ka vendosur federata, na do t'i marrim ndeshjet ashtu atë formatit të kampionatit do ta bëjmë ashtu siç e ka organizuar federata, na do të jena duke punuar që të shkojmë drejt atij objektivit ton, përfitimit të titullit, që të vijmë me titullin e 13 në Shkodër. Profesor Leka, ky është titulli i 13 që Vllaznia e pret ta fitojë tek futbolli i femrave, por ndërkohë në prizmen individual Nikolin Leka numëron 10 tituj, ndërkohë që dy të tjerë janë të kolegut tuaj Selami Pepa, i cili aktualisht gjendet në Angli. Po diskutim, e përshëndesim profesor Selen për punën, për kontributin që ka dhënë te Vllaznia e femrave. Ky është titulli 13 që e pret Vllaznia, po diskutim që e thash më përpara, ne jemi duke punuar fort që të bëjmë këtë titull në Shkodër. Don Zoti që të vinë edhe titulli i meshkujve dhe të bëjmë ta kompletojmë pra në futbollin e Shkodrës, ta kompletojmë me tituj këtë vit. Siç e thallë ti, ky vit un kam fituar edhe titull me Vllaznin, ky është titulli 11 që jene duke punuar që ta bëjmë në Shkodër, për mu si titull personal të mia domethënë, por për mu nuk është gjaja e lëm një në anën personale të temën, por me gjitha është titulli që do vinë për Vllaznin, sepse Vllaznia ka një emër i madh dhe pa diskutim që i meriton aq më tepër me kontributin të jashtëzakonshëm të presidentës që gjithë këto vite, 3 vjet si me emrin Ada dhe 13 vite me emrin Vllaznia, duke punuar fort e kena arrit ka shku dhe me thënë emri i Vllaznisë në pjedestal, pa diskutim që merita e Vllaznisë është që këtë vit futen edhe 2 ekipe në Champions League për femra, është gjithçka merita e Vllaznisë, gjithçka është për kësaj Vllazni. Duke kthyer përsëri tek ndeshja e parë gjysmë finale e fazës play-off pikërisht në transfert me ekipin e Gramshit që luhet të dielën në orën 15 në mini stadiumin e Arbanës. Ke tifozë të Vllaznisë? Po, ma marrë me që do vinë edhe tifoza, ta njekun ekipin tonë, sepse vazhdimisht na kena pas tifoza, jo vetëm në Shkodër, por edhe kur kena lujt jashtë, sidomos në Tiranë. Shpresoj që të kemi edhe tifoza, që të japin sa më tepër zemër këtyre vajzave, megjithëse thash edhe herë, ne na të përgatitën që shkojmë për rezultat pozitiv. Dhe ndeshja kthimit luhet në Shkodër? Mas një javë në Shkodër do ta vendosim ditën se kur do luhet, orarin se kur do luhet. Në fakt dita është e caktuar me datë 24, por orarin do ta caktojmë një javë në vazhdim, por mendjen e kena të ndeshja parë. Ndërkohë çifti tjetër gjysmë final është në mes Apollonisë dhe Teutës. Ke preferoni për tyre ta keni në finale?
asnjëherë nuk kam pas preferenca, për mu gjitha ekipet janë kundërshtar, kur i kam përballë i kam kundërshtar dhe me gjitha ekipet do kërkoj me marrë rezultate pozitive, kështu që për mu nuk ka rëndësi ka nesër me ekipit ton që të vi me rezultate pozitive, për të tjerat nuk i shikoj në atë pjesë. Suksese profesor. Faleminderit shumë për jush.